Për më shumë se 40 vite, sa herë që perdet e kuqe të teatrit hapeshin, Medi Malkaj dilte në skenë për t'u dhënë jetë qindra roleve e personazheve, por rrugtimi i tij ka ecur gjithmonë paralelisht me një skenë tjetër, ku nuk ka munguar pothuajse asnjëherë me rrugën. Edhe shteg e takoi në rrugë, në trotuarin e bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku prej javësh mblidhen protestuesit. Nuk ishte si të ishte ndryshe. Aty, ai nuk kërkon dritat e skenës dhe as i interpreton një tekst të shkruar. Në protest, Medi Malkaj është vetë personazhi. Personazhi i një njeriu për të cilin protesta nuk është vetëm një detyrim qytetar, por një pjesë e karakterit e pandashme nga identiteti i tij. Me fjalë të thjeshta, Malkaj shpjegon se protesta përbën për të mënyrën me të cilën një njeri dëshmon se është ende gjallë, se nuk ka hequr dorë nga përgjegjësia jo vetëm për veten, por edhe për shoqërinë ku jeton. Kush proteston është gjallë. Ai që nuk proteston është i vdekur. Kanë ata që mendojnë se është kollaj kështu. Jo i vdekur me vërtet, po është kot në këtë botë, sepse shiko, për shkak të djersës dhe gjakut që kanë ndërtuar shqiptarët. Po është gjyqja ime, edhe zorët e barkut ndonjëherë trazohen me njëra tjetrën. Si nuk proteston? Po nuk protestoj, unë nuk protestoj për veten time. Unë protestoj edhe për ty, edhe për familjen time. Jam unë protestues. Dhe kështu do t'jem. Unë nuk mendoj se do heq ndonjëherë dorë nga protesta. Për të, protesta nuk është një episod i ditëve të fundit dhe asnjë reagim i çastit. Nga të gjitha protestat ku ka marrë pjesë ndër vite, ajo për mbrojtjen e teatrit kombëtar është një nga betejat që i ka lënë gjurmët më të thella në kujtesë. Protesta për mua nuk ka filluar tani. Nuk ka asnjë institucion që të respektojë. Protesta për mua ka filluar me shëmbjen e teatrit. Kam qenë në mbrojtje teatrit si gjithë aktorët dhe aktoret. Po ne ishim një grup që krijuam edhe atë aleancën për mbrojtjen e teatrit. As Malkaj dhe as të tjerët nuk mundën ta mbronin teatrin, i cili u shemb mëngjesin e herët të 17 majit, por atë betejë të humbur të para 6 viteve, ai e vijon edhe sot në shesh, aty ku vjen çdo mbrëmje, në protestën e revolucionit të flamingove. Ne nuk e shpëtuam dot teatrin. Se nuk erdhën njerëzit, po kishin ardhur këta njerëzit, teatri do ishte në këmbë. Por ne u tham njerëzve që duhet që patjetër të protestonin me ata atje, që me teatrin. Si një njeri që s'ka rreshtur kurrë së ëndërruari, ai thotë se janë pikërisht këto të fundit që e mbajnë njeriu gjallë. Është kërkesa e vazhdueshme për plotësimin e ëndrave, ajo që e shtyn të mos pajtohet me realitetin dhe ta kërkoj vazhdimisht një të ardhme më të mirë. Unë përpiqem të bëhem aktor, kjo është ëndra ime. Unë përpiqem shumë që të bëhem aktor, po do thuash ti, po ti je aktor. Po qoftë se unë jam aktor, atëherë çfarë do bëj nesër? Përsosmëria nuk arrihet kurrë. Absolutisht, deri tani të paktën se ka arritur njëri përsosmëri. Po detyra ime është që unë të rend fort mbas së ndërthimit. Ëndra nuk kapet njeri, po unë do rend. Pikërisht për këtë arsye, në shesh, ai sheh një ëndër të madhe të ndërtuar nga qindra ëndra të vogla, ëndra të njerëzve që kërkojnë të jetojnë me dinjitet, të ushtrojnë profesionin që duan, të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri dhe jo larg saj. Për Malkajn, vetëm kur këto ëndra bashkohen, ato marrin forcën për të ndryshuar një vend. Unë mendoj se kjo protest ka prurë ëndra të ndryshme. Ka prurë ëndra, nuk ka një ëndër këtu. Ka shumë ëndra. Tani, në qoftë se këto ëndra do ikin një na një, nuk kemi gjë në vit. Po në qoftë se këto ëndra do fillojnë të këndojnë dhe të kërcejnë bashkë, atëherë do ta shpëtojmë Shqipërinë. Por Medi Malkaj nuk është vetëm aktori i dashur që publiku e njeh prej dekadash. Ai është edhe një prej zërave që i ka shprehur gjithmonë bindjet publikisht, pa u përpjekur t'i zbus apo t'i fsheh ato. Pas metaforave të një bote prej artisti që mëson nga çdo thënie, fjalët e tij janë po aq të drejtpërdrejta, sa edhe qëndrimet që ka mbajtur ndër vite. Kështu, edhe për kryeministrin Rama, ai ka një mesazh të qartë.
Ky kryeministri që kemi neve, Ajo cënohet në çdo ditë, në çdo që kërkon edhe bes, kjo punë e besës është si punë e ati njeriu që gjeti një gjarpër të ngrirë dhe për ta ngrohur e futi në gjik. Ai u ngro dhe me që ngro mirë e kafshoi. Ky është gjarpër. Këti nuk i jepet besë. Gjarprit i shtypet koka dhe ne duhet i shtypim kokën. Të shtypësh kokën t'ja heqësh në karikja me një fjalë. Malka i thot se frika ka qenë një ndër arsyet kryesore që për shumë vite i mbajti qytetarët larg protestave. Ai beson se pushteti nuk ushtroi presion vetëm mbi individin, por edhe mbi familjet dhe rrethin e tyre shoqëror, duke i mbajtur qytetarët në një klimë të vazhdueshme pasigurie. Shqiptarët nuk vinin në protestë, sepse pushoheshin nga puna. Dhe ky nuk pushonte atë që ishte në aktorin për shembull. Ky pushonte të gjithë fisin, të gjithë shokët. Dhe kështu e ka mbajtur ky me këtë dhunën psiqike, me këtë dhunën e fortë psikologjike. Për këtë realitet, Malka i fajson kryeministrin Edi Rama duke e krahasuar atë me një diktator, i cili përgjatë viteve të udhëheqjes ka humbur miqt që e ndoqën kur mori pushtetin. Edi për shembull, do t'i them që nuk është trimëri që të trembësh njerëzit, është trimëri që ti fitosh njerëzit. Ti nuk e ke këtë të dytëm. Ka humbur të gjitha, ndoqë në fillim dhe nisë ndjek njëri. Diktatorët nuk vjen let mëjti. Diktatorët vjen pasi është ëntur shumë plaga. A ishtë diktator. Gjatë intervistës me Medi Malkajn, në një ecejake të shkurtër përgjatë bulevardit, 10 zëra drejtoheshin drejt tij. Disa e ndalonin për ta përqafuar, të tjerë për ta falenderuar, ndërsa ai u përgjigjej të gjithëve me të njëjtën buzëqeshje dhe përzemërsi. Janë skena që përsëriten çdo mbrëmje, por që për Malkajn përfaqësojnë shpërblimin më të madh për të gjitha kostot që ka pranuar të paguajë ndër vite. Kjo është një kosto e madhe se më kanë përqafuar dhe më kanë dashur të gjithë njerëzit, ja të gjithë kudo që janë frymëzim për mua. Nuk më ka sharë një njeri, nuk më ka shtyrë një njeri, nuk më më duan. Edhe kur lodhja ditës i rëndon mbi supe dhe rruga drejt protestës bëhet më e vështirë, ai vazhdon të dalë në shesh, sepse aty sheh arsyen më të fortë për të mos u dorëzuar, rinin. Këtë protest e ka filluar rinia do të mbarojë. Se vi unë, por unë ndonjëherë them, po kush vete deri atje? Sepse jam i lodhur tërë ditën në punë, edhe vitet që kam në kuriz nuk më bëjnë kështu që të vi me vra. Janë ca gjëra që... Por unë vi. Për Medi Malkajn, protesta nuk është një rol që luhet disa orë në mbrëmje. Është një skenë ku ka zgjedhur të jetë prej vitesh. Aty ku qytetari refuzon të hesht, aktori nuk pushon së ëndërruari dhe njeriu beson se kur ëndrat ecin bashk, edhe Shqipëria mund të ndryshojë. Ai është përfaqësues i artistëve që nuk janë dorëzuar, ka njohur duartrokitjet, vështirësitë, përplasjet dhe koston e të qenit i drejtë me bindjet e tij, por në fund të çdo dite, shpërblimi më i madh nuk janë rolet që ka luajtur, e as titujt që mban, janë njerëzit që e ndalin në rrugë, e përqafojnë dhe i kujtojnë se dinjiteti një artisti nuk matet vetëm me veprën që lë pas, por edhe me shembullin që ai jep çdo ditë.